Përshëndetje. Mariola, më dëgjon? Të dëgjoj. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje dhe dëgjues, shikues të Business Magazine Albania. Jemi duke bërë një video live me Mariolën nga Panairi i Turizmit në Berlin, kur Shqipëria këtë herë është dhe mikpritse, le të themi, është organizatore nderi. Mariola, si është atmosfera aty? Tu të duket si në Shqipëri, kjo është mendoj pjesa më emocionuese që jemi në Berlin, në zemër Gjermanisë, por ndihet kaq shumë prezenca e Shqipërisë me biznese nga turizmi nga gjithë Shqipëria. Dhe vjen kaq erë dhe aromë e mirë Shqipërisë sa të ndjen shumë emocion. Kështu që është një atmosferë e mrekullueshme do të thosha. Shqipëria është vërtet me gjitha senset kështu sot. Ne nga Youth for Innovation bashkë me partnerin ton politik, Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, jemi së bashku këtu me 7 startupe dhe sipërmarrje inovative, të cilat mbështesin gjithë të pasurimin e eksperiencës që ne i japim turistëve nëpërmjet teknologjisë dhe çdo zhvillimi të ri teknologjik në Shqipërinë e sotme. Po, për këtë desha të pyes më shumë, cilat janë startupet që janë pjesë e Panairit dhe kryesisht në çfarë fushash operojnë? Jemi në fusha të ndryshme në fakt, që nga ato të shërbimeve, shërbimet high-tech, shërbime të domosdoshme utilitare për çdo vizitues në Shqipëri, si Rent from Locals, është një prej startupeve pjesëmarrës në Panair. Kemi këtu Marinda Cloud, që prek një treg pakonish për gjithë ata turistë që vinë dhe shijojnë Shqipërinë nëpërmjet detit dhe anijeve apo varkave. Jemi me Immersive MA, një startup dhe sipërmarrje shumë inovative që ofron immersive art dhe ju dhuron gjithë turistëve një mënyrë tjetër të shijuarit Shqipërinë. Kemi këtu Albania Night, tashmë platformën shumë inovative të Shqipërisë tradicionale dhe kulturës shqiptare, në një eksperiencë multidimensionale të traditës. Jemi këtu me disa sipërmarrje të tjera që na shoqërojnë për t'i pasuruar gjithë këtë portretin e Shqipërisë bukur inovative, që nuk është e bukur vetëm në natyrë dhe në njerëz dhe në traditë, por ka dhe shumë inovacion dhe zhvillim brenda që i japin turistëve pastaj një eksperiencë 360 gradë shumë interesante dhe vërtet për të shijuar. Po, më desha të pyes pak më shumë dhe për Albania Night, si është pritur në Berlin, sepse padyshim që është një pjesë shumë e rëndësishme e historisë tonë kombëtare, trashëgimisë tonë, e kulturës. Unë do doja nëse do të ishte mundur të ftoja. Ne kemi startupet gjitha këtu, pak të shpërndarë, që kishim pjesë e live-it që tregonin ato më shumë se sa ne. Sa bëjmë gati Albania Nights, mund të ftoj këtu Sonilën dhe Esmerinën, që na përfaqësojnë në industrisë kreative me produktet super moderne made in Albania. Esmerina. Përshëndetje. Si është atmosfera aty, si po shkon? Është mirë, ne sot jemi në Space 5 në standin e Youth for Innovation dhe atmosfera këtu është dita e parë dhe ka shumë njerëz. Po në të njëjtën kohë kemi dhe disa prezantime ku do mundohemi të vendosim pak rëndësinë që kanë këto startupe në Panaire të tilla, kështu që si ditë e parë mendoj se po shkon shumë mirë.
Cilat Po, shkotratët e son një lënë. po, Shëndetje biznesman. përshëndetje. Përshëndetje nga Berlini. Jemi këtu në standin e for Innovation, prezentojmë të investim të kryuse, me destine, edhe sponsor story e parë designer shqiptar Space Five. Jemi pjesë e Panairi. Së bashku me disa me startupeve të tjera, të mbështetura ashtu nga Startup Albania, for Innovation, Ministria e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës. Kështu që po jemi një grup shumë i madh. Fantastike. Cilat janë pritshmëritë kryesore tuaja, domethënë nga Panairi? Çfarë mendoni se do të merrni si startup? Rjetëzim, edhe mundësi për të zgjeruar tregjet për startupet shqiptare edhe në shtetet të tjera, sidomos për Space Five dhe brendet tona, po shohim mundësi të tjera për tregjet ndërkombëtare. Si prezantoni dhe pak shkurtimisht startupet, meqense për gjitha audiencën tonë, domethënë shkurtimisht që të jenë dhe pak le të themi të kenë më shumë informacion edhe A mund të nisim me Space Five, Sonila e përmendi pak që Space Five është një concept store, por një concept store i sapo hapur tek Piramida e Tiranës dhe promovon dizajnerat shqiptar dhe të diasporës, kështu që tani po e kaloj tek Patoko, një startup tjetër. Okej. Shikoj e kam gjithë këtu tani. Përshëndetje Ardo. Përshëndetje nga Berlini. Cilat janë impulset e para nga Panairi? Sot është vetëm dita e parë, po duket që ka një atmosferë shumë pozitive dhe pritshmëritë janë të larta, apo jo? Shqipëria ka një përfaqësim shumë prestigjioz, sidomos sa radhe, se unë kam patur mundësi të lëviz edhe nëpër Panaire të tjera. Edhe është impresionues fakti që ka një ofertë shumë të mirë dhe kur vjen puna te turizmi, nëse s'ke ofertën e dur, sa do të mirë ta kesh potencialin, nuk bën dot punë. Për sa i përket Patokos, në vetvete ne jemi pikërisht duke u munduar që të bëjmë kontaktet B2B, që lehtësia në rezervimin e këtij potenciali turistik që ne kemi të jetë sa më i thjeshtë të jetë e mundur. Dhe përveç aktorëve të tjerë që ofrojnë, pra supply-in, pjesën e ofertës reale të tureve të organizuara, të infrastrukturës, të akomodimit e tjerë, lehtësia në bërjen e rezervimit jetë sa më e thjeshtë. Po, shoh që ka goxha energji këtu te stenda e Shqipërisë dhe është impresionuese, shoh dhe që ka startupe të cilat u angazhohen shumë aktivisht me lojtarë të tjerë të kësaj industrie. Fantastike, ju urojmë sa më shumë suksese. Faleminderit. Edhe për Patokon edhe për gjithë startupet shqiptare. Okej, faleminderit. Ja këtu ke një startup tjetër që Kemi Albania Night më pyetet që në fillim, mendoj që është Albania Night është the star of ITV Berlin. Po. bajmë çik më larg kamerën se do dalë Albania Night i Në këtu. Shqipëri e kanë shuar në Berlin, kështu që Si jeni? mirë, përshëndetje, si jeni ju? Mirë, ja, atmosfera këtu është flak, po bëjmë gati artistët se do fillojmë një performancë për gjysmë ore. Ju keni Po, performuar edhe dje Albania Night, Edhe apo jo? performuam edhe sot mëngjes, që ishte ceremonia e prerjes shiritit të ITV Berlinit, që ishte i gjithë delegacioni i kryetarëve të shteteve që lançuan eventin e Panairit. Të shkoj goxha shumë bukur. Fantastike, shumë mirë. Po, cilat janë, keni marrë një sër impulses ose mendimesh, le të themi, për Albania Night, si u zhdukur, sepse në ndryshim nga startupet e tjera, unë e thash dhe në kryet e erës, përfaqëson dhe një pjesë të rëndësishme të identitetit ton kombëtar edhe të trashëgimisë tonë. Është pikërisht kjo, unë në gjitha udhëtimet e mia kur shkoja dhe vizitoja vende të tjera, shikoja gjithë që përgatisnin produkte kulturore turistike dhe në Shqipëri ne nuk ishim një produkt për turistët të mirëfillt, ashtu siç Spanja e ka me mbrëmjen e flamenco, siç Greqia e ka me mbrëmjen greke, vendet e lindjes mesme e ka natën arabe, tani edhe Shqipëria ka mbrëmjen shqiptare, ku turistët vinë dhe jo vetëm shijojnë kulturën shqiptare me muzikë dhe me valle, po dhe me kostumet tona të bukura popullore, sepse turistët vishen me kostume popullore tek eksperjenca. Shumë e bukur edhe më vjen shumë mirë, domethënë që Albania Night ka performuar aty dhe keni marrë këto impulse kaq shumë pozitive. Dhe tregon edhe më shumë, le të themi, edhe për Shqipërinë, për kulturën tonë dhe mendoj dhe besoj edhe nga impulset
e keni parë që do jetë një gjë që do pëlqejë shumë, le të themi, edhe nga turistët edhe Neve dhe në këtë moment, ndërkohë që jemi në Berlin, Tiranë, po bëjmë 3 shfaqje në ditë me turistët që gjithë po vinë gjithë më tepër. Kështu që njerëzit e duan kulturën tonë, edhe me atë rrugë po e duam edhe ne dhe më tepër. Patjetër, sepse duke e promovuar kam përshtypjen që e çojmë jo vetëm diku nëpër botë, e çojmë edhe te diaspora, ndoshta tek të rinj që nuk është se e njohin mirë Shqipërinë, e njohin si emër, dinë prejardhjen e tyre, por e çojmë edhe te të rinjt edhe në Shqipëri dhe në diasporë. Dhe më vjen shumë mirë për këtë, ne ju përgëzojmë dhe ju urojmë dhe shumë suksese. Faleminderit. Dhe pikërisht me këtë që the ti, e gjithë stenda shqiptare në ITV ju përshëndet, gjithë shqiptarët në diasporë. Edhe ne dhe ju urojmë shumë suksese, jemi shumë të lumtur për ju. Realisht përfaqësime shumë dinjitoze të Shqipërisë dhe të ofertës turistike që kemi. Nuk e di nëse Përshëndetje nga Berlini. nuk ka ndonjë startup tjetër, nëse mund ta afrosh në tjetër, ose do të kemi të lidhje tjera ndoshta edhe në Jo, jemi mund të flasim dhe me Rent from Locals, një startup që është të rëndësishëm për gjithë turistët që vinë në Shqipëri, po e kaloj telefonin Marinit. Përshëndetje Marin. Përshëndetje. Si po gjendeni aty në panajirin e turizmit? Si po gjendeni aty në panajirin e turizmit, cila është energjia, cilat janë impulset? Energjia është fantastike, domethënë Shqipëria ka një vend veçantë. Shef, gjysma e personave që shohim janë shqiptarë, domethënë, kështu që shumë domethënë keni pushtuar Berlin këto ditë. Edhe dje darkë, madje gjysma e personave që shifshin rrugës janë shqiptarë. Fantastike. Na vjen shumë mirë dhe ju urojmë edhe juve shumë suksese në këtë përvajtësim, e thash edhe më parë shumë dinjitos të Shqipërisë në këtë panajir. Dhe shpresojmë që edhe të jetë një vit shumë i mbar turistik që sapo nisëm. Shpresojmë, premisat janë shumë pozitive për momentin, kështu që shpresoj që të vazhdoj kështu edhe më mirë. E turizmit edhe oferta jo në fakt po përmirësohet edhe shërbimet dhe gjithçka tjetër duke nisur dhe nga startupet që jeni ju aty përfaqësues, kështu që na vjen shumë mirë. Mendoj që po, realisht turizmin e presin ditë më të mira edhe më të bukura. Gjithmonë më shumë edhe me shtimin e eksperiencës, domethënë eksperienca bën që cilësia të rritet. Ju falenderojmë dhe ju urojmë shumë suksese. Shëndetje. Business Magazine, ju përshëndesim. Ju përshëndesim dhe ne ndoshta do bëjmë dhe lidhje të tjera në vijim dhe ju urojmë shumë suksese dhe paçi një ditë të mbar dhe të bukur. Faleminderit. Me feedbacke pozitive. Faleminderit. Pafshim. Pafshim nga Tirana.